Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Zoom. Qeveria hyn në gjysmën e dytë të mandatit me përbërje të re. Rikonstruimi që kuvendi pritet ta votojë deri në mesin e korrikut sjell rishpërndarje të resorëve mes partnerëve. Kryeministri Mickoski e quan fillimin të një faze të re, opozita e quan ndryshim kozmetik. E gjithë kjo ndodh 2 vjet pas formimit kësaj qeverie, me një bilans që mbetet i kontestuar mes pushtetit dhe opozitës. Në ndërkohë, kodi zgjedhor ka ngecur në kuvend, i blokuar me 13.500 amendamente. Me votimin e diasporës, sigur pengese mes pushtetit dhe opozitës. Sonte i analizojmë gjitha me të ftuarit tanë, Qanin Uhiu, politolog, dhe Faton Al-Halili, analist politik. Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjetëm. Edhe shpresoj të jem dobishëm për sqarimin e çështjeve në opinion. Sigurisht kënaqësia është e jona. Ju falenderoj edhe një herë. Atëherë, profesor, po e nisi me ju. Si e vlerësoni bilancin e përgjithshëm të qeverisë pas 2 viteve dhe hyrjes në gjysmën e dytë të mandatit? Si e vlerësoni deri më tani? Shqoni, tash qeveria ndodhet pas këtij konsolidimit politik të subjekteve të koalicionit qeveritar, konkretisht kongresit të VMRO-DPMNE-s, që u mbaj diku ka dhjetori, me sa më kujtohet mu, edhe ndryshimeve në vlen që nga koalicioni kalojnë në parti, ishte e nevojshme të ndodhin edhe konsolidime në kuadër të qeverisë. Ashtu që shumë e potencut, do me thënë riformatimi qeverisë në nënkupton edhe rishpërndarjen e resoreve të ndikimit politik, të fuqisë politike, brenda koalicionit qeveritar. Nuk e vlerësoj si diçka se ka ndodhur brenda këtyre 2 viteve, si ndonjë sukses të veçantë, pasi shumë çka ka ngecur në këtë vend, veçanërisht në 2 shtyllat kryesore mbi të cilat mbështetet ky shtet, pra në marrëdhëniet ndërretike edhe në politikat eurointegruese. Ashtu që do kisha thënë se është një qeverisje e vakët, standarde që nuk mund t'japëm vlerësime shumë të larta. Faton, vlerësimi përgjithshëm në lidhje me 2 vjetorin e qeverisë? Në fillimisht do të kisha dashur të falenderohem që në vazhdimsi për këtë vit, mund të them ndoshta kalendarik politik, më ke lejuar të jem pjesëmarrës, më ke ftuar dhe përmes kësaj pjesëmarrje të shfaq gjitha opinionet e mia mbi zhvillimet politike, pse jo edhe në fusha tjera në mbi Maqedoninë e Veriut. Opinionet e mia mbi partitë politike, mbi angazhimet e tyre në skenë, sidomos përbërjes qeveritare VMRO vlen tashmë janë të ditura. Nuk do të kisha dashur të shtoj asnjë gjë aq më shumë ose diçka më pak mbi këtë koalicion artificial të cilin e kanë krijuar kjo përbërje qeveritare VMRO vlen. Mirë, po nëse marrim disa statistika ose për ta bërë një krahasim pak më të detajuar të kësaj qeverisje 2 vjeçare në raport me qeverisjet e kaluara, atëherë do të ishte dashur mirë që ne ta vëmë theksin mes qeverisë së VMRO-s vlen dhe VMRO-s Bëdis. Duke pasur parasysh se VMRO-DPMNE-ja çdo herë që ka qenë pjesë e qeverisë, ka qenë me përbërjen qeveritare e pakushtëzuar nga koalicionet e partnerëve. Jo, e kam fjalën një herë në vlerësimi përgjithshëm lidhje me gjitha politikat e përgjithshme të shtetit, jo vetëm në lidhje me raportet ndërretnike në vend. Pikërisht aty fillon problemi, Ersan. Këtu ka të bëjë me fuqinë politike, të cilën faktori politik shqiptar ndër vite ka qenë e dobët kundrejt një kundërshtarit të tillë siç është e fortë VMRO-DPMNE-ja. Nëse flasim për të arriturat e këtij 2 vjeçarit të fundit, atëherë mund të diskutojmë vetëm mbi zhvillimet në shtet në raport me VMRO-DPMNE-n, sepse shqiptarët asnjëherë, edhe gjatë 10 vjeçarit kur BDI ka qeverisur, edhe vleni tash këto 2 vite, nuk ka forcë politike të kundërpërgjigjet kësaj VMRO-je që është aq e fuqishme, edhe në pushtet qendror, po edhe në pushtet lokal. Nëse marrim drejtime ekonomike, në zhvillimin mbi shëndetësinë, mbi arsimin, në përgjithësa sferat e shoqërore, mbi standardin jetësor, kemi mungesë të planeve konkrete. Nëse diskutojmë në këtë drejtim,
absolutisht se qytetarët më së miri e ndjejnë këtë mos përfillje të tyre në për institucione, duke pas parasysh se asnjëherë më shumë se sa sot, qytetarët po përballen me skamje, me mungesë të mbijetesës jetësore të tyre, me shtrejtim maramendës të rrymës të energjisë elektrike. E shumë kësi farloj gjërash që veçanërisht i prek qytetarët shqiptar, pastaj edhe gjithë qytetarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Këtë do të kisha dashur më shumë t'i vë thekst veçantë. Por mos të dukem ndoshta që mbaj anë, apo mos ta shpërfaqim në opinion se tash vetëm se hyri vlenë në qeveri, gjithë të arriturat të shqiptarëve ranë poshtë, apo gjithë shteti, sistemi shtetëror nuk është duke të funksionu. Sistemi i këtij shteti të breshtë nuk ka funksionuar për shqiptarët 35 vitet e fundit. Nuk ka të bëjë me individ, nuk ka të bëjë me parti politike, ka të bëjë me mentalitetin politik se si ata të futen në qeveri. Atë e kisha për rëndësi ta theksoj. Po, profesor, pajtojni jo që vleni, si që tha Fatoni, nuk e ka kapacitetin numerik për të përballur me VMRO DPMN-in, apo për që një partner pak më i barabartë me Jo plotësisht dakord, po desha shto diçka të që tha Zdi Fatoni, se konstant, është e vërtet se konstant ballafaqohemi me pafuqinë politike të shqiptarëve, ndonjëherë pak më shumë, ndonjëherë pak më pak, mirë po ka qenë evident ky problem. Ne asnjëherë duke ditë se ky shtet e ka rregull të pashkruar pjesëmarrjen e shqiptarëve në qeveri. Pse atëherë mos kur negociohen koalicionet, mos dukemi pak më të fuqishëm në kërkesat tona. Pse të jemi ato që më njëherë paranojmë të futemi në koalicion. Të themi një parë zjetë, të themi tash nuk futemi, ose këto e në kushtet, ose fare nuk futemi në qeveri. Shohim çka do ndodhë. Duke e ditë se është kusht shumë i fuqishëm, rregull i pashkruar, i vendeve perëndimore, pjesëmarrja e shqiptarëve në qeveri, do të thotë do të ishte një mekanizëm shumë i fuqishëm politik për ta ngritur nivelin e përfaqësimit edhe fuqinë politike në institucione. Asnjëra nga partitë nuk e ka provu të mos marrë pjesë në qeveri. Edhe ky problem është konstant. Ashtu që jam plotësisht dakord me vlerësimin e Zotrit Fatonit, ashtu që them pjesëmarrja në koalicion do të ketë një qasje më ndryshe. Një qasje më të forcuar, më shumë të ndigjohet zëri i votuesve. Partitë të ndigjojnë zërin e votuesve vetë në momentin kur futen në koalicione edhe në formulimin, artikulimin e politikave dhe zbatimin e tyre në praktik. Kur jemi të vleni, profesor, një tezë e tyre që shpesh e dëgjojnë kohës fundit është që për këto 24 muaj kanë punuar shumë më tepër se sa gjatë qeverisjes 2 dekadëshe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Këtu përmendin se përfaqësimin e drejtë dhe adekuat po e shndrojnë në ligj, përmendin projektet infrastrukturore si që janë koridori 8, autostrada Shkup-Llac. Sipas tyre, sa ka arritur vlen të realizoj premtimet e tyre dhe të sjellë ndryshimin tek shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Mendoj se të gjitha këto që i përmendet ju janë të trashëguara. Do të thotë asgjë nuk ka filluar nga tash. Edhe punësimin administratën me përfaqësimi i drejtë dhe adekuat, edhe koridori 8, edhe rruga Shkup-Llac, do të thotë janë projekte që kanë filluar më herët, edhe pikërisht është këtu ajo pafuqia që nuk kanë përfunduar me kohë, po zgjaten e së zgjaten. Prandaj nuk qëndron vlerësimi se normal partitë politike tash tentojnë të përshkruajnë vetes edhe merite dhe suksese që realisht nuk i kanë, ashtu që nuk jam dakord me atë konstatim se për 24 muaj është bërë sa për 24 vjet. Nuk jam dakord me atë. Paton, cili është mendimi juaj në lidhje me këtë çështje? Jo dhe rastisht Ersan, prej në fillim e potencova partinë që i ka mandatet, shumicën e mandateve në qeveri, VMRO DPMN. Të gjitha projektet, jo vetëm tash,
po ndër vite kanë qenë të varura vetëm prej vullnetit politik, institucional të VMRO DPMNE-s. Bashkimi Demokratik për Integrim për gati 24 vite ka qenë e pafuqishme që mjetet financiare ti alokoj drejt investimi kapitale tek vendbanime shqiptare. Në qoftë se flasim apo thirremi në ndonjë punë gjysmë të kryer, që është dashur t'i vëmë theks me presion të atashëm për interesat tona gjeostrategjike, edhe si shtet, po edhe si shqiptar, janë vetëm 2 projekte. Korridori 8 dhe autostrada Shkup-Blac-Prishtinë. 2 prioritete është dashur t'i kesh Bashkimi Demokratik për Integrim. Asnjëri nuk e ka realizuar. Edhe rruga Tetov-Prizren. Ajo, profesor, mbetet vetëm sigurisht një këngë e bukur folklorike romantike që besoj se në vazhdimsi do t'i shohim, se asgjë nuk do të mund të bëjë na drejtim. Cilën Bleni tash e ka premtuar së fundi. Nuk më pëlqen qasja e partive politike shqiptare që ha njëra me tjetrën me një gjuhë mjaft agresive, mjaft të ulët rreth zhvillimeve institucionale në këtë shtet. Gjoja se shqiptarët e kanë atë fuqi të madhe politike, institucionale dhe për çdo të bërë në të mirë të shtetit apo në të mirë të shqiptarëve, pse jo edhe kundër shqiptarëve, i kanë fajt vetëm partitë politike shqiptare. Partitë politike shqiptare asnjëherë nuk kanë pasur peshë vendimarrëse në këtë shtet. Përpos vitit 2016, kur partitë shqiptare kushtëzuan qeverisjen e Zoran Zaevit me integrimin në NATO dhe rrugës drejt proceseve eurointegruese. Çdo herë, mbas atij cikli, të cilën e kaluan me sukses, partitë politike shqiptare u coptozuan dhe filluan të mirën me njëra tjetrën. Asnjëherë më shumë se sa sot nuk na duhet këto lloj coptëzime dhe këto lloj polemika mes njëri tjetrit. Neve na duhet një tavolinë, një tryezë e rrumbullakët mes të gjithë liderëve shqiptar, me përkraje të fuqishme të Shqipërisë zyrtare, Tiranës zyrtare dhe Prishtinës, qeverisë së Kosovës, për t'i bërë bashkë rreth një ideje, se shqiptarët janë kom shtet formues në Maqedoni. Dhe fati i Maqedonisë është në duart të shqiptarëve. Në qoftë se pala tjetër nuk e dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian, në asnjë moment ne shqiptarët nuk kemi se çka presim dhe shpresoj që të dalë një lider, një burr shtetas, të bjerë në tavolinë një alternativë të dytë rreth fatit të shqiptarëve dhe sidomos të rinjve shqiptarë. Në qoftë se duan të jetojnë bashkë me ne, ne jemi për një Maqedoni. Ne kemi sakrifikuar për një Maqedoni të përbashkët. Ne kemi thyer gjitha barierat e tyre monoetnike në këtë vend që e kanë trashëguar ndër vite prej ish Jugosllavisë. Dhe sot nëse ata tentojnë vetëm të mendojnë se do të rikthehet ajo kohë, absolutisht se Vleni bashkë me BDI dhe gjithë partitë politike shqiptare duhet sa më parë të mbledhen bashkë dhe të bien dakord mbi disa qëllime me ide të qarta rreth funksionimit të më tutjeshëm të përbërjes së re qeveritare. Për ndryshe do të nxiste edhe kundërreagime nga pala maqedone se në këtë rast, por edhe nga një lobi më i gjerë slav. Po mu më vjen çudi Ersan pse çdo herë kur ata marrin iniciativa në dëm tonin, nuk po nxisim ne kësi lloj reagimi, kësi lloj tensioni. Për shembull, e ke parasysh reagimet kur ishte ajo platforma është të quajtur e Tiranës, kur patëm mbledhur kryetarët e partive politike shqiptare bashkë në Tiranë. Ajo platformë ka qenë në shkuar në Shkup. Ajo platformë ka qenë e dakorduar në Shkup prej më përpara. Çështja e udhëtimit në Tiranë ka qenë vetëm çështje simbolike zyrtare. Mund të them edhe institucionale për një galeri fotografish për të bërë më interesant rreth një opinioni. Përndryshe, ne kiblën tonë e kemi të orientuar nga Kosova, Shqipëria drejt Bashkimit Evropian bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kushdo që ky drejtim i pengon apo mendon se ne do të reagojmë duke nxitur tensione, absolutisht se jemi të mirëseardhur dhe mirësehapur në për çdo debat politik, pse jo edhe në një përshkallëzim të situatës. Ne nuk kemi kohë për të humbur. Ditët i kemi të numëruara.
o vazhdojmë me ndryshimet kushtetuese sa më parë, sa më shpejt, të integrohemi në Bashkimin Evropian, ose do mendojmë seriozisht për një alternativë të dytë. Për ndryshe, rrugë tjetër nuk ka. Profesor, mendoni se shqiptarët do të jenë të detyruar të kërkojnë alternativë tjetër? Për momenti nuk janë të gatshëm, nuk shoh gatishmërie, edhe fatkeqësisht duket se ajo që u tha në fillim nga koalicioni tash partia qeveritare shqiptare se zhbllokimi i eurointegrimeve do të ndodhë, nuk është duke ndodhur. Bile sa është hek tërësisht mban. Askush nuk del nga koalicioni qeveritar. Për opozitën nuk mund të flasë, se mund edhe të kenë dalë personalisht nuk i kom dëgju, po them se koalicioni qeveritar me të cilët kanë marrëveshje koalicionimi, nuk dalën ta kundërshtojnë kryeministri Mickovski, se ne kemi hi në qeveri me ju, mirë po përparësi kanë integrimet evropiane. Pra nuk ka dalë kush ta kundërshtoj, edhe ai shumë mënyrë shumë komode e thot se ne nuk kemi ndërmend ta ndryshojmë kushtetutën. Mos ndryshimi i kushtetutës do të thot mos fillimi i negociatave për integrim evropiane. Ajo që ka ndodhur, vetëm simbolike, mbledhja e parë e Komisionit Evropian me qeverinë e Maqedonisë Veriut ishte, domethënë, një fillim simbolik, mirë po realisht negociatat për antarësi janë të bllokuara. Partitë shqiptare nuk janë të gatshme, deri kur do vazhdojnë me këtë kurs nuk e di, mirë po besoj se do dalën gjenerata të reja të cilat do të kërkojnë përshpejtimin e proceseve, se nuk do dëshirojnë ma të marrën çantën edhe të shkojnë në rrugë që nuk shohën perspektivë. Tash a do radikalizohet? Personalisht nuk do kisha dasht, megjithatë, radikalizimi nuk nënkupton konflikt, kupton qëndrim më të fortë politik. Shembull e përmenda njërën mundësi, nuk futemi në koalicion. Kapaciteti koalicionius i partive politike të spektrit Maqedon është zero pa partit politike shqiptare. Besoni. Asnjë, edhe këtu mund të jetë një argument shumë i fuqishëm për të përshpejtuar integrimet evropiane. Këtu e shoh një mundësi që të përdoret ky si argument që të zhbllokohen proceset. Një qeveri e tillë monoetnike nuk besoj se do të kishte jetën e gjatë, edhe besoj se do të ishte e izoluar nga shumica e faktorit ndërkombëtar. Në këtë kuptim mendoj se mund të bëhet diçka që të vijë një ditë kur partitë shqiptare të thonë nëse nuk e pranon këtë si pikë parë strategjike, nuk futemi në qeveri, por no qeverisë vetë. Në këtë dimenzion e shoh këtë. Mirë, me që jemi te qeveria, një pyetje për në fund, të cili do ta kishit llogaritur suksesin më të madh gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare dhe dështimin më të madh të kësaj qeverie të Mickovskit. Pa thash, është në fillim e thash se unë personalisht nuk e mbaj mend për diçka. Do me thonë një qeverisje të zakonshme për të qeveris, do një lëvizje kërcim për të një sukses nuk mund të them. Kemi zbrasje, sidomos në marrëdhëniet ndëretnike, e reduktimin e të drejtave shqiptarëve, edhe ato, do me thonë, jo të plota që i kishim, do me thonë kanë filluar dal nga dal të reduktohen. Unë nuk mund të komentoj ligjin për përfaqësim që rregullon përfaqësimin e drejtë adekuat, pasi personalisht nuk e kam lexuar, pra të jem korrekt me shiqëuesit, mirë po nëse ai ligj nuk ka, do me thënë është dispozita edhe pjesa obligative detyruese për përfaqësim të drejtë adekuat, do thotë prej tani llogaritni si të dështuar. Kjo është. Ju kujtohet çka si përfundoi ligji për gjuhët me inspektoratet e me ato gjëra që nuk rezultoi me sukses. Kaq. Sa suksesi më i madh i koalicionit vlen për mendimin tim, në fakt, qeverisë në përgjithësi. Qeverisja e kanë pak më të vështirë ta potencoj sepse dinamika e tyre aq ka qenë e ashpër në konferenca për shtyp, saqë në pikpamjen e parë u dukeshte se gjitha punët po kryen me sukses dhe Maqedonia po merr një trajt prej së mbari
në për gjitha sferat. Dinamika e tyre ka qenë, mund të them, vetëm në për konferenca për shtyp duke thurur relozhe mbi propaganda ndryshme qeveritare. Ndërsa sa i përket koalicionit vlen, suksesi më i madh i tyre ka qenë dërguarja e Bashkimit Demokratik për integrim në opozitë. Kjo ka dashur shqiptarëve. E sa i përket forcës së tyre, peshës së tyre nëpër institucione, mbetet për të dëshiruar. Këtë edhe vetë ata e pranojnë, besomni. Mirë po, edhe njerë po potencoj. Numrat janë ashtu siç janë. Ne shqiptarët, për gjatë 25 viteve, ja kemi lejuar këtë komoditet. Nuk jemi të barabartë në fushë betejë me palën tjetër. Çdo herë, edhe në të ardhmen, nëse do të mbesemi në këto soaza, në këto premisa të funksionimit shtetëror, çdo herë që një parti ultranacionaliste i rrimer numrat me 61 deputet, prap gjendja e shqiptarëve do të jetë si mos më keq. Unë prap po e potencoj se kërkesat e qytetarëve janë minimale kundrejt çdo qeverie, fatkeqësisht. Vleni është duke mburrur me të drejtë se nuk kanë raste të montuara për gjatë këtyre 2 viteve. Jo dhe rastisht e përmenda Ersan kohën e që bashkëqeverisës VMRO BDI për gjatë 10 viteve. I bllokuan gjitha eurointegrimet, e lejuan një Nikola Gruevski ta mbizotrojë në për gjitha nivelet Maqedonin, të legjitimohet edhe tek taborë shqiptar dhe të na friksoj që është më e keqja. E sot kjo është më e butë. Mund të ush Ersan, faton kjo është minimalistikeve, shumë e pakët, po këto janë kërkesat Ersan e qytetarëve shqiptar fatkeqësisht. Qytetarët shqiptar po dalin po protestojnë për ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe në kuadër të jurisprudencës. Qytetarët po dalin po protestojnë për tabelat e rrugëve, për të rikthyer në emra shqiptar. Ersan, unë jam i gatshëm të debatoj me gjithë secilin funksionar, pushtetar, opozitar, mbi një rrugë e cila i përmbush standardet evropiane. Nuk dua të kthehem tek simbolikat se një tabelë e rrugës në çfarë emri po emërtohet. Shumë është e dhimbshme, besoj është e dhimbshme dhe mjaft tragjike nëse një rrugë e lën në Lloç, në Balë, për gati 30 vite, mban emrin e Hasan Prishtinës, mban emrin e Ismail Qemali, e mban emrin e shumë figurave më eminent politikës dhe elitës shqiptare. Këto kauza të rrejshme, të frymëzuara nga opozita, po e bëjnë Vlenin paksa të fuqishëm në këtë drejtim. Sepse Vleni tash e rinegocioi pozicionin e vet në qeveri, e mori Ministrinë e Drejtësisë, tash Vleni do ta bëj përdorimin e gjuhës shqipe në jurisprudencë dhe fituam në shqiptarët. Po s'kemi fituar asgjë, Ersan. A gjithë kombi shqiptar për 1 milion banorëve, aty do të filloj të ndërtojë kauzën. As kemi pas kauzë më të madhe. Pse asnjëri nuk bisedon për rritjen e pagave, mirëqenies standardit jetësor të shqiptarëve, edhe të palës tjetër. Vendmanimet shqiptarëve janë të lëna si mos më keq. Neve prapë të dëshirojnë të na shpirin tek tematikat nacionaliste të para vitit 2001, kur s'kemi forcë të veprojmë atje. Po dhe po të kishim forcë Ersan, e kemi përdorbe kartën më të madhe, gjokerin më të madh historik tonin, luftëve kemi bërë Ersan, luftë kemi bërë në vitin 2001. Dhe sot pas 25 viteve të rikthehemi atyre temave, rreth simbolikave të ndryshme, prej tabelat e rrugëve, prej të emërtimet e ndryshme institucionale, ku të diun shesheve, të harxojmë kohë kot e kot, e në vend se të miremi me ribalans të buxhetit, me investimet kapitale, me kushtëzim të ndryshimeve kushtetuese, ti përdorim gjithë bashkërisht forcat, bëjmë tokë bashkërisht një grusht. Ne jemi të opozuar si mos më keq. Fal kurt, fal ti mentalitetit dhe mendësie politike të mbrapsht që për gjatë 24 viteve Bashkimi Demokratik e ka instalu dhe Vleni po e përcjell të njëjtën frymë. Tabelat janë të ndryshuara në çajër. Shumë shpejt do të ndryshojnë edhe në Tetov. Edhe ku është qëllimi i shqiptarëve? Ku është ajo fitoria historike jonë? Neve duhet të ulemi palën tjetër, ti ridefinojmë kërkesat tona. Pikë së pari të miremi vesh me njëri tjetrin, pastaj edhe ti ridefinojmë kërkesat tona në përbërjet e reja qeveritare.
nuk është esenca tek pozita, tek numrat, nuk është esenca tek menaxhimi i pushtetit si individ brenda një institucioni. Neve na duhet frymë e re mbar kombëtare mbi rimëkëmbjen e gjendjes shqiptare. Edhe në aspekt ekonomik, në aspekt arsimor sidomos, pse jo dhe shëndetësor. Kisha dashur të vazhdoj në lidhje me rikonstruimin e qeverisë, përmenda edhe në hyrjen e emisionit. Kryeministri Mickoski thotë se rikonstruimi shënon fazë të re me fokus të efikasiteti. Opozita, konkretisht LSDM, thotë se është një teatër për të shpërqendruar vëmendje nga borxhi i lartë dhe nga ekonomia e rënuar, siç thonë ata. Si e lexoni ju, profesor, këtë rikonstruim reform apo vetëm një rireshtim karikësh? Po një fjalën hyrë se e thash, do të thonë mbas kongresit VMRO DPBNE-s, edhe mbas transformimit të vlenit nga koalicioni në parti politike, ishte nevojshme që një konsolidim të ndodh edhe në kuadër të qeverisë. Nuk e vlerësoj si diçka të jashtëzakonshme, do të thonë është normale, partitë i konsolidojnë pozitat e veta, rishpërndajnë pozicionet, fuqinë politike brenda. Mi po do të potencore ato se dikasteret apo ministrit nuk janë vetëm njësi administrative, janë edhe buxhet, janë edhe potencial për ndikim politik në teren, ashtu që a janë ndryshime? Jo, nuk janë ndryshime të mëdha, unë do të kisha quajtur se janë vetëm zaventësime kadrovike edhe rishpërndarje të një resori, shkon e marrin ato, këndej vjen drejtësia, andaj shkon shëndetësia e kështu me radhë, do të thonë i kanë kalkuluar interesat e veta. Po që nuk kemi ndryshim të tipit të zgjerimit qeverisë me partitë tjera, të rishikimit të programit qeverisës që dhe ishtë jashtëzakonisht, ajo do të paraqiste ndryshim. Do të thonë rishikimi i programit qeverisës që edhe këto 2 vite, më pak se 2 vite që kanë mbet, të kemi një program më dinamik, të shohim ku kemi mri me tema strategjike të shtetit, eurointegrimet, gjendjen në ekonomi, marrëdhëniet ndëretnike, jo rastisht të jap rëndësi të shumë të veçantë këtyre dy temave, eurointegrimeve dhe marrëdhënieve ndëretnike. Ne kemi në atë situatë, do të thonë, VMRO DPBNE zhvilloi një politikë saqë miraton ligje selektive. Merrni ligjin e sigurisë në komunikacion. Vetëm për mënyrë selektive është i votuar. Vetëm për disa komuna në shtet. Nuk arsyetohet asnjë mënyrë. Pra, e shoh si vazhdimsi të asaj që ka kaluar, edhe eventualisht kanë kalkuluar interesat e veta për zgjedhjet që do të vinë, mund të jenë edhe të parakoshme, nuk dihet, për atë mund të flasëm më vonë në emision, që të ketë shtrirë ndikimin në teren, pra që tani ka filluar gjahu për vota. U kështu e lexoj. Ndalemi te bilanci për vlenin, merr drejtësinë, një dikaster kyç për sundimin e ligjit të rrugës evropiane, merr kulturën dhe Ministrinë për marrëdhënie mesbashkësive, por humb shëndetësinë dhe Ministrinë për punë dhe politikë sociale. A doli vlen e forcuar apo i dobësuar nga ky rekonstruim? Them, të gjitha resorët janë, tash të bëjmë kualifikim, ky resor është më pak i rëndësishëm se tjetri, nuk do ta bëj atë, megjithatë, drejtësinë e merr sipas supozimit tim që të mund të mundsoj dhënien e provimit në gjuhën shqipe pjesën teorike, ta ndajte se pjesën praktike tashmë përmendet se do të jetë në maqedonisht, po pjesën teorike në gjuhën shqipe edhe normal kuptohet që vlenin do t'ja përshkruaj vetes si merit që ja ne e mundsuam këtë dhënien e provimit në gjuhën shqipe. E dyta, mirë po, do të thonë edhe diçka. Nuk është vetëm ai problemi me Ministria e Drejtësisë. Është edhe reforma në drejtësi, që as që kanë filluar. Ne jemi një vend që e dështuam një prokurori. Po e dim që edhe kritikat më të mëdha nga raportet e Bashkimit Evropian kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. E ligjit, shtetin e së drejtës. Po, ne jemi një vend që me aq investim, edhe financiar, edhe politik, edhe institucional, të Bashkimit Evropian, edhe të partnerit tonë strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e dështuam një prokurori speciale. Pra këtu jemi tërësisht të pasuksesshëm. Shifni qytetarët, çfarë probleme kanë me gjykatat për ditë. Ndeshen, praktikisht ndeshen në për sportele, në për gjykata. Edhe besimi më i ulët është tek gjykata, jo rastisht. Ashtu që mendoj se probleme tjera janë edhe te Ministria Sociale, jashtëzakonisht janë të mëdha, që ndodh kjo me ndaljen e ndihmave njerëzve,
lloj-lloj rregulloresh për çdo ditë kushtesh ligjore e kundër ligjore vendosin që sa më pak njerëzit mund të vinë te një bonus social. Pra, mendoj se edhe kjo do të jetë një kozmetik, ashtu të them. Përsi do të përsëris, do të citoj vetveten, vazhdimësi e asaj që ka këto 2 vite të shkuara. Fadan, si e lexon rikonstruimin e qeverisë? Në aspektin numerik, besoj se Vleni është duke arrit atë çka tabori shqiptar, qytetarët shqiptar janë duke kërkuar. Qytetarët shqiptar në përgjithësi, të gjendur mes propagandës të ndryshme politike, po e kërkojnë Ministrinë e Drejtësisë. Për cilën arsye, vetëm për lejimin e përdorimit të gjuhës shqipe në jurisprudencë, në dhënien e provimit të jurisprudencës. Këtë po kërkojnë, këtë Vleni do t'ja japë. Nëse e ke fjalën, në përgjithësi e ke fjalën aty Ersan, dhe opinioni që po më dëgjon në përgjithësi, aty e ka synimin. Profesori Shumire po thelsoj. Fitore e madhe historike do të kishte qenë marrja e drejtësisë me tekst të veçantë epilogën e të gjitha reformave të ndryshme në institucionet prokuroriale, gjyqësore, betingun e kutajon me radhë. Kjo do të kishte qenë fitore edhe shqiptarëve, edhe qeverisë, edhe të gjitha palëve. Po për këtë askush nuk bisedon. Kur përmendet betingu, gjitha partitë politike shqiptarëve disi janë të strukur në atë. Dëshirojnë na i punojnë tematika boshe, llafe koti, vetëm për të na larguar nga realiteti jetësor, politik, të cilin çdo ditë qytetarët e përjetojnë prej tek pritja në radhë tek sportelet e ndryshme e deri tek problematikat ku e potencove Ersan se nuk kanë besim tek këto institucione vendimarrëse, juridike, kushtetuese me radhë. Pozicioni i Vlenit në qeveri do të kishte qenë i arsyeshëm me marrjen e shumë dikastereve në qoftë se do të kishte arritur mjetet financiare t'i merr. Së paku 1 miliard euro. 1 miliard euro t'i merr nga buxheti shtetëror, që është afërsisht 4 miliard, dhe t'i ripozicionoj tek komunat tona. Në qoftë se Tetova, Çajiri, Gostivari, Struga, Kërçova, vendbanimet të banuara me shumicë shqiptare, kanë mjetet të disponueshme në dorë. Atëherë ti mund të proklamosh politikat më dha, idetë më dha dhe zhvillim për shqiptarët. Për ndryshe, në qoftë se dëshirojmë të miremi me simbolika, me numrat i ka pas Bashkimi Demokratik për Integrim. Numrat i kanë pas shqiptarët në kohën e Saidit. Sa kishim? 20 ministria kishim. 10 i kanë pas shqiptarët. E kanë pas kryeparlamentarin, e kanë pas kryeministrin e shtetit. Edhe ku mbetemi ne si shqiptarë? Çka u realizue për të drejtat tona si kategori kushtetuese në këtë vend? Jo vetëm me propaganda dhe polemika ndryshme, se tani do ta krijojmë një ligj të drejtë, se ai ligj më pashëm nuk ka qenë i drejtë, se balancuesi i ka prish gjitha mekanizmat shtetëror. A qëndrojnë këto? Gjitha qëndrojnë. Po me këtë ligjin e ri, a do të kese pozicionim më të mirë shqiptarëve? Nuk besoj Ersan. Ne e dim se si funksionojnë partnerët qeveritar. Gjitha vendimet miren si mbas marrëveshjes politike që bisedojnë në tavolinë. Edhe parafutjes në qeveri, edhe gjatë pjesëmarrjes së tyre. Si në këndvështrimin tim, në opinionin tim, gjitha ministrit do t'ja kisha dhënë. Nuk jemi të interesuar për pozicione. Jemi të interesuar për projekte. Pozicionet na kanë lodhur Ersan. Se pozicionet i kanë deleguar tek njerëzit e gabueshëm. Me marrjen e pozicioneve e kanë mbush administri me punësime partijake. E kanë stërmbush dhe pastaj në kohë zgjedhje e kanë kërcënuar drejt për drejt një qytetar, një aktivist, një njeri të devotshëm me largim prej punës, me mosdhënien e vendimit të punës, vetëm nëse ai mendon ndryshe nga partia dhe nga lideri i asaj partie. Nuk kemi nevojë për kult të individit. Nuk është shpëtimtari një njeri, nuk është shpëtimtari një grup njerëzish.
Ne kemi nevojë për mentalitet të ri të funksionimit politik, institucional mbi gjitha. Kultet e individit, pralla me eroj një Skënderbek kanë mbaruar. Deri sot kush ka dhënë kontribut është i shënuar në histori. Nuk në kontestojmë atë. Po ende pas 25 vite ti thirrësh në vlerat e UÇK-s, e në vlerat e luftës, e në vlerat e liderit të popullit shqiptar, ku shqiptarët nuk janë të kënaqur. Ne i shohim, i masim gjitha dukurit negative politike në këtë vend. Besoj se këto dy çështje nuk korrespondojnë me njëra tjetrën. Andaj po potencoj. Nuk na duhen numra, nuk na duhen pozicione koti, na duhen projekte afatgjate me plane konkrete në teren. Po. Një fakt tjetër është që dikasteri qeverisjes së mirë pra lufta kundër korrupsionit tani centralizohet në zyrën e kryeministrit, nuk do të kemi më zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Çka sinjalizon kjo sipas jush? Profesor. Unë në kuptoj këtë si centralizim të pozicionit të kryeministrit, edhe ndoshta, mbase ka në plan, të thotë se do të luftojmë korrupsionin, do mund të kapin ati këtu dikon, do me thonë, edhe t'i përshkruj meritat vetvetes, edhe të përsynim ka votat të zgjedhjet të ardhshme. Nuk besoj në luftën kundër korrupsionit as shumë, kanë pas kohë. Lufta kundër korrupsionit nuk luftohet me ministri dhe me kryeministra, luftohet me sistem. Reformo sistemin e drejtësisë që të kesh sukses. Do me thonë, përderisa as që mendohet, as që është në agjendë, pra reformimi i sistemit të drejtësisë, kjo mund flet për një simbolik që po ashtu do rezultoje për një propagandë, me një propagandë politike për efekte të caktuara për një kohë, para se gjithash efekte elektorale në zgjedhjet që mund të jenë parakoshme. Mund të jenë parakoshme, edhe kjo mund të jetë një indikator se një ditë të bukur mund të kemi zgjedhjet parakoshme, pra personalisht besoja se tash mund të jenë ato, e kam thënë edhe më herët, po është një temë që fare nuk hiqet nga agjenda, por edhe nuk caktohen. Kjo ka një parametër këtu, me siguri një parametër përcaktues, VMRO e matë pozicionin e vetë në tek votuesit e vetë, edhe me siguri nuk i do psohet akoma. Në moment që do filloj të i bjerë rejtingu VMRO dhe PMNS te elektorati vetë, edhe në përgjithësi tek votuesit, atëherë do të kemi zgjedhje pra shpalljen e zgjedhjeve parakoshme. Kujt do t'i konvenon të një dalje parakoshme në zgjedhje sipas raportit aktual të forcave politike? Përsëri do t'i konvenon të VMRO dhe PMNS. Ekskluzivisht? Ndoshta edhe BDI-s, Vlenit nuk ma merë mendja se do t'i konvenon të shumë, as LSDM-s nuk ma merë mendja se do t'i konvenon të shumë, për arsye se edhe ato nuk janë shumë të konsoliduar partijakisht, edhe nuk më duken si të përgatitur për darë zgjedhje. Prandaj them, më shumë ti do t'i konvenon të dy partive më të mëdha etnike, VMRO-s edhe BDI-s. Faton me që përmendi profesori temën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. A ka sinjale reale për një klim parazgjedhore në vend? Kemi parasysh që rikonstruimi tani po bëhet, mirë po nga ana tjetër edhe tema e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nuk është hequr nga diskursi publik që nga momenti e miratimit kësaj qeverie të re para 2 viteve. Në pikpamjen e parë, Arsan, absolutisht se zgjedhjet e parakoshme i konvenojnë vetëm VMRO dhe PMNS. Çdo goditje e bërë nga ana e BDI-s kundrejt Vlenit, mbi disa propaganda të cilat vazhdimsi këto ditëve të fundit i ka shtuar në për takimet e ndryshme me qytetarë, e dikën e forson më shumëti VMRO. Pala Maqedonia asnjëherë, sikur sot, nuk është orientuar tek bashkëbisedimet tona, tek zhvillimet tona politike, në partitë tona politike, si dhe atë pjesën e atmosferës tonë e cila është duke mbizotru. Në qoftë se ne,
sidomos Bashkimi Demokratik për Integrim, e sulmon vlenin mbi këto parametra, herë shumë të sakta, herë shumë propagandistike. Ja bën me dije palës tjetër se dhomëroja mirë është duke punu. Kështu do të punohet me partitë politike shqiptare. Kështu duhet ti nënçmojnë partitë politike shqiptare. Unë do të kisha dashur Bashkimi Demokratik për Integrim përderisa është reformuar, ta ndihmoj vlenin rreth krijimeve dhe balancimeve të institucioneve. Nëse flasim për të mirën e shqiptarëve, Ersan, Po nuk është edhe detyra opozitës për cila është për të detyra bërë kritikat në drejtim të qeverisë. Detyra opozitës është që të bëj propagandë me tabelat e rrugëve. Aty kemi mbet politika shqiptare. Hajde urno si Bashkim Demokratik për Integrim, partije e cila ke qeverisë më shumëtin në këtë vend. E vetmja, 24 vite. Për gati 2 vite ke qëndruar në opozitë. Po çka dëshiron prapë në pushtet? Po të kemi madhbe tash na si partijë se sa peshon. Po rimendon se ke reformu, po mendon se ke kuadrë të ri në për organet e tua partijake. Urno dil dhe shfaqi opcionet e dyta alternative se çka kishe vepru ti. E jo vetëm duke dhënë kritika ndaj vlenin se është gjunjëzu përballë Bromoros. Pse si bëdi e kemi harruar ne se si ke qëndruar ti përballë Nikola Gruevskit me gjitha të rastet e mundume, me enciklopedinë maqedonase, me Open Balkan. Me shumë dukuri tjera negative. Ke pas ministër të arsimit, një emër të shkollës nuk e mujtë të ndryshojsh. 20 deputet ke pas. Çka dëshiron ti prap thirrësh në ato propaganda? Anë qofë se BDI-ja del dhe i rimendon pozicionin e vetë në shtet, me ridefinim kërkesave shqiptarëve, me mos pjesëmarrje qeveri prej përpara, pa i plotsu 3-4 kushte, 10 kushte, do të kisha qeni i gatshëm t'i dëgjoj dhe ta mirë besoj, pse jo dhe me vot edhe një herë, një mandat. Po kështu të lomotisin prej vendit, se gjoja për 2 vetë gjithë shka që kanë bëha ata është rënu, për 2 vjetë është rënu. Spaku të këtë rinjt, kjo nuk shitet. E sidomos prej klasës vjetër politike, që 24 vjetë i kanë pasë institucione ndorë. Nuk mundet Ersan qofë se ki betonizu një të arritur të shqiptarve. Nuk mundën brenda natës të ta shkatroje në të kush. Po gjitha interesat e shqiptarve, gjitha planet e shqiptarve, i kanë lënë pesot. Edhe gjuhën shqiper sa nuk e kanë zyrtarizu. Edhe përfaqësimin e drejtë kanë manipulu. Edhe statusin e ish pjesëmarrëve të UÇK-s nuk e kanë miratu. Për çka ti ndëgjoj unë tash? Se edhe 20 vjet ne duhet të japim tash Bashkimit Demokratik për Integrim? Pra filloja javazi vjetër, urno propozoje planin tënd me ide konkrete rreth e krijimit institucional, esencës ku buron problematika, e jo ndrim figurash. BDI është shumë e keqe, erdhi vleni rizavensoj figurat. Tash BDI-ja prap dëshiron të vjerën në pushtet, për çka? Për të sjell grupet e veta të interesit. Kjo më pengon shumë Ersan. Kjo më pengon shumë se qytetarët shqiptar i defokuson dhe i manipulon skajshëm mbi narracione populiste, folklorike, romantike. Atë nuk do të kisha dashur të ndëgjoj asnjëherë. Po dhe minutat e fundit të emisionit do të kisha dashur të komentojmë edhe në lidhje me kodin zgjedhor, me që është një temë mjaft aktuale që po diskutohet ditëve të fundit. Të kemi parasysh se ndryshimet në kodin zgjedhor janë pjesë e agjendës reformuese, një nga 10 hapat e agjendës reformuese dhe e cila për momentin është e bllokuar për shkak të dallimeve në mendimet e partitë politike. Profesor, kush mban përgjegjësinë kryesore sipas jush? Të fatkeqësisht, kjo temë është kujdestare 10 vitet e fundit spaku, nëse edhe më tepër. Kemi të bëjmë me një materie e cila është formuluar dhe është miratuar në vitin 2002, vetëm më njëherë pas konfliktit armatosur. Materie në të cilën është intervenuar deri tani 33 herë. Hiq ma pak se 33 herë. Intervenime që vështirë se ku gjindet më në atë materie.
është një materje që mund të themi është nga shtyllat e demokracisë në shtet, që garanton shtyllat e demokracisë, përfaqësimin e qytetarëve. Disa herë qelë, disa herë thënë se nuk është, disa herë qelë, disa tema, kryesisht modeli i listave, listat e hapura, të mbyllura edhe njësi zgjedhore, më tepër nuk është qelë. Unë mendoj se aty do të qilet shumë seriozisht edhe nevojitet një ligj i ri, tërësisht, ku do të përfshi modelin e listave zgjedhore, që ka ardhur koha më të jetë i hapur, që mos kemi këto probleme që i përmendën Fatoni. Shumë, shoqëri ideale nuk ka, por shumë ma pak probleme do kishim. Vërtet do kishim përfaqësues më të denjë të popullit. Nuk them se këto jo kështu apo ashtu, nuk du të cilësojmë asnjë merrem personalisht. Mirë po, sistemi është ai që krijon përfaqësim, jo individët, jo lideri. Tash ne kemi me këtë sistem ligjor, zgjidhje ligjore, e kemi tërë fuqinë politike tek liderët të përqendruar, ato i formulojnë listat, ne duhet vetëm t'i votojmë. Pra të hapen listat, të shihen listat e votuesve, si janë mrenda, sa ka, do me thonë, votues që fatkeqësisht mund të dhe mos jenë jetë më, sa ka që e ka ndru vendbanimin, sa ka që ku diu çfarë. Të gjitha llojet, pra lista duhet të pastrohet. Tjetra, ne fare nuk mendojmë, janë të vetmit deputetët për të cilët nuk ka mekanizëm të revokimit apo të shkarkimit. Për çdo post publik ka emrim, zgjedhje dhe shkarkim, për deputetët nuk ka. Atëherë kur vendos partia politike, Finafi Steku jep dorëheqje, kthehet parti, merr një post tjetër edhe kështu. Pra, është një materje që partitë politike, gjitha partitë politike i kanë fajet, veçanërisht të mëdhajat, kanë përgjegjësinë kryesore. Pra kemi edhe njësi ndarje në njësi zgjedhore. Përmendet edhe mundësia për një njësi zgjedhore. Pa tash, nëse bëhet një njësi zgjedhore, do të thotë mobilizim më të madh të trupit elektoral. Do të thotë mundësi më e madhe për partitë e vogla. Do të thotë mos humbje e votave të partive të vogla. Pra, unë e shoh si pozitive, kuptohet pa e kalkuluar këtu interesin shqiptar. Po edhe ajo është varet nga përqindja e daljes në zgjedhje. Pra, do ishte motivuese për dalje më tepër në zgjedhje e votuesve. Mendoj se, thash, minimum 10 vjet që sillet kjo në për kuluaret e diskutimit, ndalet, mbyllet. Tash është qelë për votimin elektronik të diasporës. Tash është bërë shkas votimi elektronik i diasporës, e cila po merret si pengesë gjatë diskutimeve në grupin e punës në kuvend mes partive politike. Shqo, unë mendoj se nuk është diaspora gjithsesi se duhet jetë përfaqësuar, mirë po forma se si qilet nuk është adekuate. Ne kemi pas në 2 mandate me sa më kujtohet, nga 3 deputet nga diaspora ishtë Evropë, Azi, ishtë Australi, Amerikë, që ashtu diçka, edhe Afrikë, Evropë, Azi, Afrikë, një mandat kishi, nuk e di si ishte ndarë për momentin. Mirë po ne nuk patëm nga ato 3 deputet asnjë deputet shqiptar. Gjitha jo margat që kemi, mos për dhe një deputet paktën nga Evropa, do me thonë ishte diçka që nuk u të regu si suksesme për shqiptar. Forma elektronike e votimit është diçka e re për ne, diçka një teren i pa njohur, që unë mendoj se përsi mund të futemi në paqartësi. Por, nëse do ta qelish kodin zgjedhor, pra qili me të gjitha këto komponentat vitale që janë të ati sistemi zgjedhor, që vërtet të prodhojnë përfaqësues të cilët i votojnë popull. Jo të përcaktohen nga liderët partijake apo udhëheqësit partijake, sipas preferencave të atyre, kuptohet. Pra është një materje që përfundimisht kërkon gatishmëri e partive politike që të merre vesh me gjytërisë të rumbullakët, se si ta formulojnë e të kemi një ligj të ri, jo korrigjimin e aktualit, është korrigju 33 herë, po një ligj tërësisht të ri, që do t'i rezistoj kohës, aktualitetit. Ka që t'jaliroj hapësirën edhe kolegë. Po, fata. Përsa profesori shumë bukur e elaboroi pjesën e kodit zgjedhor dhe absolutisht në qoftë se mendojmë për ndonjë votim elektronik, gjitha fjalit e mundshme që unë ose profesori mund t'i them janë çështje hipotetike se si do të funksionojë në të ardhmen. Duhet të zgjidhet një model, të provohet, pastaj do të kemi mjaft besoj argumente për ta kritikuar ose lavdëruar se si
Mërgata do të jetë pjesë përbërëse e votimeve tona këtu në kështet, qoftë pushtetin lokal, qoftë pushtetin qendror. Do të kisha dashur të rikthejmë pak të ndërlidhim tek profesori sa i përket listave të hapura dhe sa ajo do të kishte ndihmuar në zgjedhjen e deputetëve, e figurave më të mira, sidomos të taborit shqiptar, drejt përfaqësimit tonë në institucionin më të lartë në kuvend, në parlament. Ka kohë Ersan që i kam 3 figura ndërmend, që i kam ndjekur në vazhdimsi dhe sonte po shfrytëzoj rastin, duke pas parasysh se jemi në fund të një viti kalendarik politik, ti përmendi si deputet shumë të zëshëm. I pari është, e para, më thënë më konkretisht, Iliri Dauti, Skënder Xhepi Zejti dhe Sananda Imeri. 3 deputet. 2 janë të opozitës, njëri është e opozitës. Se çka përfaqësojnë, se çfarë ideje shpalosin, do të kisha dashur debatoj natë ditë, me pajtime dhe mos pajtime. Mirë po se a janë të zëshëm, janë shumë të zëshëm. Dhe duhet gjithë deputetët, 27 të tjerë sa janë, duhet janë ashtë të zëshëm sa këta. Besoj se minimalisht do të prodhonim diçka në kuvend. Spaku, atë shumë problemi kemi ne si shqiptar, besoj se konkurenca mes njëri tjetrit do të kishte shpirt të ndonjë ligj më i mirë, të ndonjë pasqyrim real më i mirë i gjendjes tonë, prej Kumanove deri në Strug. Se për atë kemi votu. Nuk i kemi votu për mos me marr pjesë atje. Po përkundrazi, me marr pjesë, me u përgatit, edhe me qenë të zëshëm. Ata janë të zëshëm se trupi elektorat i veti aq shtu i ka votu. Po do të kisha dashur edhe këto 28 tjerë, spaku sa këta 3 janë të zëshëm. E ndjeva për bosh ti përmendi, ti e derisa se nuk përmendi emra, në asnjë mënyrë, nuk kam bëj me lëvdata, as me kritika me individ, po besoj se është momenti që këta 3 të miren si shembull nga gjithë tjerët për propagandë pozitive politike, se si e menaxhojnë këta 3. Po, atëherë, në lidhje me njësitë zgjedhore? Unë njësitë zgjedhore do të kisha dashur të shoh të rikonstruuara në 8 njësi zgjedhore, jo në 1. Në 8, me nga 15 deputet, po brenda atyre 15 deputetëve listat janë të hapura. Jo të mbyllura si që janë tash. Edhe në qoftë se bëjnë ndonjë kapërcim ose avancim të këtij fenomeni tash momental, me në basë në 6 njësi zgjedhore, do të kisha dashur bëj presion deri te institucionet që ata 20 deputet brenda një njësi zgjedhore të jenë të hapur. Mos ta kem unë apo çdo kushi të imponuar të parin më të mirë në thojza të liderit të partisë, ajo që është bartës liste, e pastaj këta tjerët sipas peshës ose rëndësisë të vendosen sa për sy e faqe. Listat me çdo kusht të jenë të hapura, a preferenca ime ishte të kishte qenë me 8 njësi zgjedhore. Në qoftë se kemi ndonjëherë hapësirë më të madhe, do ta kisha elaboruar në detaje se ne shqiptarët aty besojmë kishim fituar më shumë deputet. Atëherë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për ftesë. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.